Young, si një reagim ndaj industrisë së dietave dhe abuzimit që ndjejnë ndaj trupit përmes standardeve të pamundura. Më 6 maj, në mbar botën shënohet dita ndërkombëtare pa dietë, një iniciativë që vë në qendër të vëmendjes të drejtën e çdo njeriu për të ndjerë qetësi dhe respekt ndaj trupit të vet. Kjo ditë i bën thirrje shoqërisë që të reflektojë mbi mënyrën se si trajtohen njerëzit për shkak të pamjes së tyre fizike, sidomos përmes normave të imponuara nga industria e bukurisë dhe dietave. Është një mundësi për të menduar ndryshe për kujdesin ndaj vetes, për të ideve të fiksuara rreth peshës dhe formës trupore. Iniciatorja e kësaj dite ishte Mary Evans Young, një aktiviste nga Britania e cila vetë kishte kaluar një periudhë të vështirë për shkak të çrregullimeve të ngrënit dhe presionit për të përmbushur pritshmëritë jo reale të shoqërisë. E lodhur nga këto përpjekje, ajo vendosi të krijojë një ditë që do sfidonte hapur idenë se një trup duhet të jetë i dobët për të qenë i vlefshëm apo i bukur. Mesazhi që ajo përçoi nuk ishte për të shpërfillur kujdesin për veten, por për të promovuar një qasje më të butë dhe të shëndetshme ndaj trupit. Kjo ditë synon të dekurajojë përdorimin e dietave ekstreme, të cilat jo vetëm që janë të vështira për të mbajtur, por shpesh sjellin pasoja serioze për shëndetin mendor dhe fizik. Një numër në rritje i të rinjve, veçanërisht vajzave dhe grave të reja, përjetojnë presion të madh për të ndjekur mënyra ushqimit që i bëjnë të ndihen keq me veten. Reklamat, rrjetet sociale dhe kultura pop shpesh kontribuojnë në ndërtimin e një imazhi jo real që më shumë dëmton se sa ndihmon. Kjo ditë është një mundësi për të ndalur këtë cikël të dëmshëm dhe për të folur për mënyra më të balancuara të jetesës. Për te ushqimet, kjo ditë hap diskutime të rëndësishme mbi barazinë në trajtimin e trupit të njeriut. Diskriminimi për shkak të peshës është një realitet në shumë fusha, nga kujdesi shëndetësor deri te punësime, ku shpesh shoqërohet me stereotipe të padrejta. Dita pa dietë është një hap drejt një shoqërie më të drejtë ku njerëzit nuk gjykohen nga përmasat e trupit, por nga vlerat dhe potenciali i tyre. Për këtë arsye, ajo nuk është vetëm një ditë simbolike, por një thirrje për ndryshim të thellë në mënyrën si shohim dhe trajtojmë njëri tjetrin. Në fund, dita ndërkombëtare pa dietë është një kujtesë e fuqishme se shëndeti nuk është njësoj për të gjithë dhe se rrugët drejt mirëqenies janë të ndryshme. Të ndihesh mirë në trupin tënd nuk do të thotë të heqësh dorë nga kujdesi ndaj vetes, por të gjesh një mënyrë që të mos shkaktojë dëm në emër të pamjes. Ky është një hap drejt një bote më të hapur, ku njerëzit ndihen më të lirë e trajtojnë veten me më shumë mirësi dhe i qasin të tjerëve me më shumë ndjeshmëri.